Ambasadori i Suedisë në Maqedoninë e Veriut, Ola Solstrom, ka qëndruar për vizitë në qendrën Dori Kjer në Gostivar, në kuadër të një turi disa ditor në përvend, ku po viziton kompani dhe iniciativa me lidhje suedeze. Gjatë vizitës, ambasadori u njoh nga afër me shërbimet që ofron kjo qendër, e fokusuar në kujdesin dhe përkujdesjen për moshën e tretë, si dhe me punën e stafit dhe standardet që aplikohen. Ambasadori Solstrom theksoi se kjo vizitë është pjesë e një nismi më gjerë të ambasadës së Suedisë për të forcuar lidhjet me partnerët në vend. For 6 days, this entire working week, po udhtojmë në të gjithë Maqedoninë e Veriut për 6 ditë, duke vizituar kompani, organizata dhe partnerë që kontribuojnë në marrëdhëniet me Suedisë dhe këtij vendi. Për ne, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të vënë në pah punën e tyre dhe për të mësuar më shumë nga afër. Për mua si ambasador, është shumë e rëndësishme të shoh nga afër punën e organizatave si Dori Kjer, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në komunitet dhe në ndërtimin e urave bashkëpunuese mes dy vendeve. Ndërkohë, drejtuesja e qendrës Dori Kjer, Melehate Isaj, e cilësoi vizitën si një vlerësim të rëndësishëm për punën e deritanishme të institucionit. Definitivisht, vizita e ambasadorit është shumë domethënëse për ne, e tregon seriozitetin e punës dhe mbarësinë e punës që ne e bëjmë dhe kemi bërë deri tani. Ne jemi në rrugë të drejtë, po ashtu ambasadori e konfirmon atë. Ka 4 muaj që kemi nisur dhe interesi ka qenë jashtëzakonshëm, shumë më shumë se sa kemi prit, dhe klientët janë në rritje të dukshme, definitivisht. Dori Kjer është themeluar nga Melehate Isaj, një profesioniste nga Gostivari me përvojë të gjatë punën në Suedi, e cila ka sjellë në linje modele dhe standarde europiane në fushën e kujdesit social. Vizita e ambasadorit suedez vlerësohet si një mbështetje konkrete për iniciativa të tilla, që synojnë përmirësimin e shërbimeve për të moshuarit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë sektor.